rritë diplomatike ndërkombëtare kanë komunikuar me qoftë me opozitën, qoftë me kabinetin qeveritar, por reagimi i tyre është më i avashtë për shkak se ato në praktikën e tyre të punës zakonisht bëhen fakt të mbledhës. Pastaj ka një procedurë janë pak më burokratike europiane, që të jemi korrekt. Në kryerjen e një verifikimi të pretendimeve që të protestuesve të mënyrës qeverisjes. Pritet që në Shqipëri të reagimi më shumë ka qenë i Gjermanisë, ka qenë më i ashpër, dhe pritet që ambasadori i ri amerikan që do të vijë në Shqipëri natyrisht që të ketë një qasje, sepse administrata Trump për vërtetës është më kategorike për sa i përket qëndrimit saj në lidhje me problematikën që shfaq mënyra e qeverisjes në Shqipëri se sa europianët. Dhe po të marrësh atë skandalin tashmë të bërë publik, po të shohësh edhe sjelljen se tash janë të huajt janë më diplomat se sa mënyra e komunikimit, sidomos publika shumë diplomatike, sepse është më shumë në ndeshme se sa e dukshme, do të thoja unë, po të shohësh qëndrimin që kanë mbajtur në samitin e NATO-s në Turqi. Presidenti Trump, pas sjelljes së zotit Rama, sepse ishte një turprim me thënë drejtën edhe i një vendi siç është Shqipëria, ndoshta një vend i vogël, por ka një histori të madhe, se është vendi shqiptar, vendi i lirëve, me atë sjellje që theu protokollin në mënyrë të përsëritur, theu protokollin për sa i përket veshjes së tij në takimin e hapjes pra të samitit në NATO-s dhe qëndrimin e Trumpit, i cili ishte shumë shpërfillës dhe jo më larg se po dita po të nesme në punime, rezulton që Rama u braktis nga gjithë delegacionet e tjera, nëse e keni parë, u braktis nga gjithë delegacionet dhe ngeli vetëm dhe asnjë nga përfaqësuesit pra e shteteve që përfaqësonin të antarëve të NATO-s nuk komunikoi me Ramën duke lënë vetëm në karrike. Po, por se keni parë dhe njoftimin e kryeministrit shqiptar avokat se samiti i ardhshëm i NATO-s do të mbahet në Tiranë. Tani Rama ka një armat gazetarësh, fotoreporterësh, shqiptarësh, të cilët ishin ndjeni në lidhje me, sepse u bë publike tash qëndrimi pra i presidentit Trump, i vendet antarë të NATO-s në lidhje me sjelljen e Ramës dhe shkeljen e protokollit në takim, dhe duke pas parasysh këto Rama për t'i ushmangur, sepse gjithmonë i bën gjërat për të hequr vëmendjen, se ka problem se turpron Shqipërinë. Mjafton që ai të jetë në atë mendjen e tij, e cila është e smur, do thoya unë, sepse nuk mund të sillet askush edhe për etikën e tij personale, jo vetëm zyrtare. Tani përpiqet ta mbulojë këtë skandal, sepse është skandal i rënd diplomatik një që ta thonin. Pavarësisht se ne jetojmë në kohë globalizmi, por si skandali është i rënd diplomatik. Tani përpiqet ta mbulojë me pretendimin se samiti i ardhshëm i NATO-s do mbahet në Tiranë. Ndërkohë që në komunikatën që është mbajt nga vendet anëtare të NATO-s në përfundim takimit nuk përmendet në asnjë rresht komunikatës se samiti i ardhshëm do të mbahet në Shqipëri. Unë referohem gjithmonë zyrtarisht ato çfarë flasin pra aktet, jo çfarë dëshiron Rama. Qartë, mirë avokat, për të kthyer sërish protestës, nëse palët do të mbeten në të njëjtin pozicion, pra qoftë protestuesit dhe qoftë qeveria, cilat mendoni se do të jenë mekanizmat kushtetuese dhe politik për daljen nga gjitha kjo situatë? Pra, mund të kemi një dialog institucional, mund të kemi një ndërmjetësim, qoftë referendum, zgjedhje parakohshme apo një zgjedhje tjetër për të dalë nga gjithë kjo situatë tashmë që është krijuar? Tani zoti Rama po përpiqet dhe ndim po i vjen tash edhe struktura posaçme. S'pa po kryesisht, nuk po them gjykata, si gjykata kanë procedurë dhe tjerë, po përpiqet ta zgjas agoninë e tij
të problematikës që është akumuluar në kaq vitet pakënaqësive të mënyrës së qeverisjes, së qeverisë të nëpërmjet korrupsionit, nëpërmjet krimit të organizuar, nëpërmjet vjedhjes botëve etj. Nga ana tjetër, protestuesit janë vendosur për të shkuar deri në fund qëllimit të kësaj proteste. Ndodhur këto rrethana, zoti Rama nuk pritet që t'jap dorëheqjen në mënyrë vullnetare. Vetëm mënyrë, mendoj unë, është që protesta të vendoset ose protesta të shkojë të përdor mënyrat e tjera të mosbindjes civile. Unë kryesisht të dashmuroja që protesta, ndoshta edhe kushtet atmosferike janë të tilla, sepse është dhe nxehnët për vërtetës dhe janë dhe koha pushimeve, pra ne po përpiqet Rama që ta zhvendosi deri shtatorit. Do ishte që protesta të organizohej në forma të tjera dhe kryesisht të organizohej në kohën e orarit të punës paradite, pra që mosbindjet civile të shtrihin në paralizimin e institucioneve, pra funksionimit të institucioneve duke protestuar në vende kyçe, të cilet pra paralizojnë edhe qarkullimin e mjeteve të njerëzve për të përfshirë në institucion. Natyrisht ajo krijon dhe pengesa, por dhe njerëzit janë të mikuptueshëm, sidomos në Tiranë tani shoh ka një tjetër mikuptim, ka një tjetër qasje, për sa i përket edhe kryes së shërbimeve të tyre, sepse të jemi korrekt, ajo mosbindja civile pastaj sjell pengesa edhe tek shërbimet që qytetarët duhet bëjnë për jetën e tyre familjare, shoqërore e tjerë, por shoh një farë mikuptimi përballë kësaj sjellje arrogante e qeverisë. Dhe mënyra pastaj se si do të gjendje një zgjidhje, natyrisht zgjidhja do të vijë nëpërmjet institucioneve. Nuk ka zgjidhje të tjetër. Zgjidhja është pikërisht kushtetuese nëpërmjet votbesimit të zotit Rama në parlament, i cili është shmangur, po ta keni parë 2-3 seancat e fundit është shmangur kësaj pjese, pasi mendohet se edhe 5-6 deputetë të tjerë të Partisë Socialiste aktual janë për largimin e Ramës. Pra, janë shprehur në format e tyre për të votbesuar dhe për të votuar kundër tij. Kjo do ishte mënyra dhe natyrisht pastaj largimi i Ramës do të përfshijë një paketë kushtetuese, e cila do të kalojë nëpërmjet, se duhet jemi korrekt edhe një herë. Protestuesit duhet i artikulojnë ose duhet i paraqesin pastaj kërkesat e tyre në mënyrë institucionale, sepse ata që ndryshojnë kushtetutet janë ligjvënësit, janë deputetët. Duhet hartohet një paketë opozita bashkë me protestuesit, sepse edhe ato opozita qeverisës janë, edhe protestuesit pavarësisht a janë as janë në formacione politike, është tjetër gjë pastaj kjo. Por ata që e drejtojnë protestën bashkë me drejtuesit të opozitës duhet të mlidhen dhe të hartojnë një paketë kushtetuese e cila të përfshijë një sër ndryshimesh. Nuk bëhet fjalë vetëm të emrit një kryeministri, por të përfshijë një sër me shfuqizimin e ligjit për to investitorë strategjik, me ligjit për paketën e maleve, për zonat e mbrojtura, për ligji kryesor është ligji zgjedhor, sepse atje prodhohen pastaj edhe institucionet. Politika në fundit është, e kam thënë edhe një herë tjetër në një intervistë me ju, që politika është vot. Është vullneti i njerëzve. Nëse deformohet vullneti i njerëzve, pastaj edhe gjëra tjera shkojnë në koherencë me këtë. Do të kishte pastaj nëpërmjet parlamentit mund të votbesojë, kryeministri mund të votbesojë qeveria dhe nëse arrihet pastaj natyrisht edhe me ndërmjetësime ndërkombëtare, arrihet edhe një farë konsensusi për të votuar një herë mirë kushtetutën e Shqipërisë apo ndryshimet kushtetuese në lidhje me problematikat që ka artikuluar protesta dhe opozita, ajo do ishte zgjidhja ligjore, mendoj. Tjera pastaj në finale prapë aty do shkojnë. E qartë. Do të bëhen për një fjalë devizje, prapë ndryshimet do të jenë nëpërmjet të kalojnë nëpërmjet parlamentit shqiptar, sepse ata kanë të drejtën kushtetuese për të bërë qoftë për të miratuar ligjet, qoftë për të miratuar edhe ndryshimet kushtetuese.
Qartë, mirë. Avokat, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi dhe për mua biseda, Faleminderit. unë të mbarë. Mirë, shikues nderuar, e kemi mbyllur këtu dhe këtë emision për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë me tema tjera deri atëherë, mirupafshim.